Unë isha para ca ditësh me një nga këta dallkauk të PS-s në një debat televiziv i cili tha që ti meriton burgun, tha, sepse ke thënë që Belinda Balluku është hajdute. Ke shkruar që është hajdute tek muri i Ministrisë Infrastrukturës dhe ti tha meriton burgun dhe me kodin e ri penal. E unë thash, ti më zotri, në vërtet mund të jesh dallkauk personalisht, po ti këtu përfaqëson partinë pushtet. Pra, zere se po flet Edi Rama në gojën tënde, sepse përfaqësues një partie. Shko sa rrezikshme është kjo. Sepse ai thotë ti del në përfundimi që Belinda Balluku është hajdute. Nga ato që lexon dosje. Ti del në përfundimi që Edi Rama është hajdut. Sepse logjikisht ndërton një argument ku ai nuk mund mos i di aferat korruptive dhe nuk mund mos ketë përfituar edhe personalisht nga aferat korruptive, pra ti del me një qendrim publik. Edi Rama është hajdut. Dhe ty të del Edi Rama dhe Belinda Balluku të hedhin në gjyq dhe mund të fusin në burg, sepse thonë ende nuk është shprehur gjykata. Tani që të shprehet gjykata do disa vite. 3, 4, 5 vjet. Pra, që ti të thuash Belinda Balluku është hajdute, praktikisht duhet presësh 3-4 vjet, bile të shprehej dhe gjykata e apelit, mundësisht një 5 vjet për ta thënë këtë përfundim. Pra praktikisht ti të mos bësh dot politik. Pa ti të mos ngresh dot asnjë lloj akuze, sepse duhet që të shprehet dhe gjykata e apelit pas 5 vjetësh, ku Belinda Balluku do të as ministre asgjë, madje as Edi Rama mos jetë asgjë. Praktikisht ti nuk flet dot politikisht. Ti nuk ndërton dot akuza politike sepse këta zotrinj thonë që ti po shfif. Pse po shfifur? Sepse ende nuk është shprehur gjykata. Po mirë, gjykata dhe një shprehje nga pama penale, unë si qytetar apo si përfaqësues politik ndërtoj argumentin tim dhe opinionin tim mbi të dhënat që janë njohuri publike dhe unë kam drejtën të dal në përfundime.